Kemi për minoritet. Po pra, dhe Barcelona quhet overturizm, është 1-5, dhe ata janë shqetësuar. E pa, Barcelona dorë Tani, çfarë ndodh? Po pra, çfarë ndodh? Ndodh që ti duke mos e futur në brazë, dhe ne kemi vetëm 22% kapacitete akomodimi shtretër hotele, dhe 78% janë apartamente dhe vila, dhe sigurisht që do rritet. Dhe çfarë po ndodh? Ti po thon, po të lexosh informacionet, qeveria thot 1.6 miliard investimet tuaja. Di çfarë janë? Blerje apartamente, vila, prona, nga të huajt, apo nga gjysma janë blerë nga shqiptarët që jetojnë jashtë. Dhe jepen me qira. Prandaj është rritur, por nuk është kjo arsyeja. Pra, investimi kryesor, qeratë shtrenjta, po investimi kryesor është bërë nga shqiptarët. Marim edhe ne, do më. Nga shqiptarët që janë jashtë, nuk janë të huajt që kanë blerë shtëpi Spanja këtu. për shembull pati një ksenofobi për të huajt, si pranoj, sepse duke bërë Airbnb ato, nuk arrinin dot duke paksin e turistëve, nuk arrinin dot të mbeni qira për fëmijët e tyre. Po të drejtë. Po të di ato po pyet Ornela. Ne do arrim në një moment. Si në ne kemi arritur vlla, kanë qirat. Kemi arrit. Për një vit janë arritur 20%. Në Tiranë, sidomos Airbnb. Airbnb janë problemi. Për nder që jemi një vend. Qysh ta kemi për nder të paguajun para, se ai ka para dhe unë s'paguaj dot as para sa ka ai. Po ikën me gjithë të nder se se tua fare. Ç'a nderi është ky? Ky është nder. Se ti zbret poshtë lagjes së si dhe kafën 1500 lekë. Ndërkohë që mund ta kesh 700 lekë. Dua ta mbaroj pak mendimin. Ne ta kemi për nder që jemi një vend kaq i bukur. Kemi ne ato. Një sekond. Por Gjitha vendet të bukura janë. Ligjet nuk i përkasin të huajve, i përkasin shtetit tonë. Si komportohen ata me ligjet tona, zemër? Këtu është ideja. Si sillen ata? Ata do komportohen sipas ligjeve që ne vendosim, por problemi nuk e kanë të huajt, sepse të huajt mund të miratojnë çdo ligj që ne kemi, por ideja është se si ligji i shteti jon mund ta kthej këtë pasuri, këtë bukuri. Unë kam udhëtuar në gjitha vendet e botës, por si Shqipëria nuk kam parë ndonjëherë një vend kaq. Ua vashti. Jo, nuk kam parë. Po ç'a fut kot tash? Kosova është e bukur? Kosova është e bukur? S'është e bukur Kosova? Po s'ka s'ka vetë Kosova. Po si s'ka e bukur Kosova? Po pse budallë? Pse më janë? Ata s'kan një mikroklimat. Po ç'a po thua? Pse budallë? Po pse ke vajtur në Ohër ti në Maqedoni si është? Jo, ne kemi Qysh, se si është Kroacia? O zak, do flasësh apo ti ki fare? Si është Kroacia? Si është Malizi? Si është? Kush ka qenë në Itali? Po edhe ja bën shpjegim. Kush është e bukur Italia? Po ti ke diplomatët e huaj që vdesin me qenë ambasador. Një pyll francez, një të vetëm, një. Po çfarë thua vetë? Atje është i parajs o valla, çfarë tregon mua? Flet për Francën, fol me Shqipërinë. Po aq janë vende. Finlanda është e bukur, Norvegjia është e bukur. Të gjithë bukur janë. Në hallin që jemi aftësimi të bukur, ne kemi hallin. Ky juaj që vjen tek ne, është korrekt me ne si shqiptar? Po jo, duhet ligjet shqiptare. Ikën pa paguar qiran, ikën pa lënë drita dhe gjëra. Është e vërtet. Po tani un po flas nga eksperiencë me video. Ti je motra infektuar me virusin e dashurisë. Atë keqja. Ti po flet për tjetër gjë, në këndvështrim tjetër. Unë dhe Zaku përballemi me ta në pjesën, sepse ai është pritësi, është hosti që ata vënë pushojnë dhe gabimi ynë i parë ligjor është që ne nuk kemi të drejtë në për hotele ose në Airbnb t'ju mbajnë pasaportën. Dhe që në këtë moment ata e dinë shumë mirë që ti një ndjekje penalisht në ndërkombëtare nga jashtë nuk e bën dot. Ti dhe llogaritë bankare nuk ja u bllokon dot nëse ata paguajnë nga bankat tuaja. Problemi kryesor te ne është ky, domethënë ti duke qenë një vend i vogël pa standarde, ti nuk trajtohesh njësoj në sistemet e prenotimit. Pra Booking.com të trajton ndryshe. Nëse ti do bësh një prenotim jashtë dhe bën një gërvishtje të vogël të tavolinës, pa e zgjatur fare, lenjër që pjesa më e madhe e hoteleve të mbajnë kaucion për para prag,